disa grupacione kanë devijuar në çështjen e imanit dhe ata të cilët e largojnë veprat prej imanit konsiderohen prej grupacionit murxhi, të cilët thonë se imani është vetëm me zemër dhe me gjuhë. Ndërsa nëse thonë se vetëm imani është vetëm me zemër dhe s'ka nevojë për ta thënë me gjuhë, atëherë këta hynë në grupin e murxhive, të cilët janë devijim edhe më i madh, të cilët pra kanë devijim edhe më të madh. Kurse ehlusuneti thonë se imani është me gjuhë, me zemër dhe me vepra të dukshme, dhe veprat e dukshme janë pjesë e imanit. Allahu i ka quajtur iman, pejgamberi alayhis salam i ka quajtur ato iman. Pra kush i largon veprat e mira prej imanit, ai është murxhi, dhe kush fut veprat mira duke i konsideruar se janë prej imanit, i shpik në fe, ai konsiderohet bidatxhi, apo njeri i cili ka shpikur diçka të re në fe. Po ashtu prej besimit të ehlusunetit është se kush nuk e thot shahadetin duke pasur mundësi, pra nuk është prej atyre të cilët nuk flasin me gjuhë, është njeri që flet, din të fol me gjuhë dhe nuk është thot shahadetin, ai konsiderohet pabesimtar në dunja dhe në ahiret. Ai konsiderohet jo musliman në dunja dhe në ahiret. Për të quajtur besimtar tek Allahu subhanahu wa taala, patjetër që ai ta shqiptoj këtë fjalë, ta dëshmoj këtë fjalë para të tjerëve, ta dëshmoj besimin e tij, dhe nuk ka mundësi që njeriu të ketë besim të sinqert në zemrën e tij për këtë fjalë, e t'i ri zemra rahat pa e shqiptuar këtë fjalë me gjuhën e tij. Nuk ka mundësi të ndodh një gjë e tillë. Andaj kush nuk e thot shahadetin në këtë botë, edhe pse ka mundësi, atëherë ai konsiderohet pabesimtar. Kurse në rastin atyre të cilët nuk din, pra janë me mec, nuk mund të flasin me gjuhën e tyre, atëherë shahadeti ju thuhet atyre dhe ata e konfirmojnë me gjestet e tyre, sepse Allah nuk e ngarkon askënd për te mundësive. Mirë po ne po flasim për shumicën e njerëzve, për ata që mund të flasin. Ata kusht për të konsideruar besimtar është që ta thonë këtë dëshmi, këtë shahadet me gjuhën e tyre. Pastaj, sa i përket terminologjisë, el islam o el iman, islami dhe imani, këto dyja, disa dietar kanë thënë se janë prej fjalëve të cilët kur bashkohen largohen, dhe kur largohen bashkohen. Qëllimi është se kur përmenden me një vend, siç është hadithi i Xhibrilit, atëherë me islam kemi për qëllim veprat e dukshme. Shahadeti që është thënje me gojë, dhe 4 shtyllat e tjera të islamit, namazi, zeqati, agjerimi dhe haxhi. Kur përmenden bashk, me islam është për qëllim këto gjërat e dukshme, me iman janë për qëllim gjërat e mbrendshme. Ndërsa kur përmenden veç e veç, atëherë islami i përfshin edhe gjërat e mbrendshme, edhe gjërat e dukshme, po ashtu imani i përfshin edhe gjërat e mbrendshme, edhe gjërat e dukshme. Kjo pra është terminologji kuranore dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ta kuptuar më mirë këtë çështje. Dhe zakonisht kur thuhet në hadithe mu'min, besimtar, është për qëllim besimtari që e ka arritur besimin e obligueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi alayhis salam thot la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Thot pejgamberi alayhis salam nuk ka gjasa zinaçari kur në momentin që e bën zinan të jetë mu'min, besimtar i vërtet. Mirë po nuk bëhet kafir. Pra ngel musliman, mirë po nuk del në rrethin e kufrit, vetëm se nëse pra e konsideron se zinaja është halal. Dhe jo çdo herë kur pejgamberi alayhis salam thot se filan personi nuk është mu'min, është për qëllim se është kafir.
Po është për qëllim se nuk është besimtar që e ka arritur besimin e plot. Pra, çdo mu'min është edhe muslim. Çdo mu'min, çdo besimtar që e ka arritur besimin e obligueshëm është edhe musliman. Dhe nuk është çdo muslim mu'min, nuk është secili musliman mu'min, besimtar që e ka arritur besimin e obligueshëm. Pra, mëkatarët prej muslimanëve quhen musliman, mirë po nuk ju thuhet atyre besimtar, në atë kuptimin mu'min që janë besimtar që e kanë arritur besimin e obligueshëm. Madje Ibn Taymija thot se ju thuhet mu'minun lejse bikamil iman, besimtar që nuk e ka imanin e plot, e nevojshëm, e obligueshëm, ose fasik pra mëkatar, besimtar me besimin e tij dhe mëkatar me mëkatet e tia që i ka vepruar. Dhe kjo është një terminologji e rëndësishme tek ehlusuneti, në mënyrë që njerëzit pra kur ta shohin një hadith se pejgamberi alayhis salam thot nuk është mu'min, mos ta kuptojnë këtë se patjetër që të jetë kafir, pra jashtë asaj, sepse pejgamberi alayhis salam e ka për qëllim nuk e ka imanin e obligueshëm, imanin që kërkohet prej tij. Dhe në këtë sferë kanë devijuar Xhavarixhet, të cilët thonë se kush i bën mëkatet e mëdha del komplet prej feje. Kush vepron mëkatet mëdha siç është zinaja apo pirja e alkoolit e kështu me radh, ata thonë del prej feje, bëhet kafir. Kurse ehlusuneti nuk thonë kështu. Ata thonë ky është mëkatar i madh. Nuk i thuhet se është besimtar në atë aspektin se e ka arritur besimin e obligueshëm. Mirë po ashtu nuk i thuhet se është kafir, po është musliman. Është musliman, ngel në islamin e tij përderisa nuk ka bërë ndonjë vepër që të nxjerr prej feje. Sa i përket pra mëkatarit të madh, ai që bën mëkate të mëdha, ehlusuneti thonë se ai është besimtar me iman të dobët, ose musliman fasik, mëkatar. Mirë po, nëse vdes pa u penduar për këtyre mëkateve, atëherë në ahiret, ehlusuneti thonë se në ahiret është nën dëshirën e Allahut. Nëse dëshiron, Allahu ja fal. Nëse dëshiron, e dënon, pak në xhehenem, ose shumë, varësisht prej mëkateve të tij. Mirë po, ai që ka besim, edhe pse është mëkatar i madh, sipas besimit të ehlusunetit, herdo kurdo do të del prej xhehenemit. Pra, përderisa njeriu nuk ka bërë kufër ose shirk, vepra që dalin prej feje, mirë po i ka bërë mëkatet e tjera, ata sipas ehlusunetit në këtë dinja konsiderohen mëkatar të mëdhej, kurse në ahiret janë nën mëshirën e Allahut, janë nën dëshirën e Allahut. Nëse dëshiron, i dënon aq sa e meritojnë për shkak të mëkateve të tyre, e nëse dëshiron, u afal. Mirë po, përderisa ata kanë iman, nuk do të qëndrojnë në xhehenem përgjithmonë, po herdo kurdo një ditë do të dalin prej aty.